Atëherë më trego pak. Republikut Shqiptar. Më trego pak çfarë po ndodh të orë, tashmë rezultati i pritshëm apo jo? Rezultati nuk ishte as pak i pritshëm dhe më në fund vi me lajme të mira nga Rumania. Europa fitoi. Okej. Vi me këtë lajm sepse siç bëm bisedën e fundit, thash që kjo nuk do të jetë thjesht një luftë për të zgjedhur kandidatin më të mirë të mundshëm, po do të jetë dhe një luftë ideologjike. Në Rumani do të fitojë Rusia, po do të fitojë Europa. Dhe qytetarët rumun me një votë plebiscitare vërtetuan që janë pro-europian dhe votuan kandidatin pro-europian. Për ta mbështetur më tej idenë time dhe tezën që kisha unë në ndërhyrjen e kaluar, para një jave u publikua një letër në të gjitha mediat në Rumani nga të 7 ambasadorët amerikanë që kanë shërbyer në Rumani dhe ata thanë tekstualisht dhe dua t'i citoj, sepse siç i bëjnë amerikanët këto deklaratat janë thjesht bukur pastër. Nuk ka vend për dyshime. Pra, ata thanë, nëse Rumania zgjedh një president pro-Putin, mbështetja ushtarake dhe mbështetja ekonomike të SBA por rumunët e zakonshëm rrezikon të ndikohet në mënyrë drastike. Rumunët përballen me një zgjedhje të qartë historike. Dominim rus ose të ardhmen e tyre si një shtet aleat i Amerikës në NATO. Pik, Putin ose Amerikë. Pik. Pra njësë Makis, ta themi trosh që ambasadorët amerikanë kanë ndikuar drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve në Rumani. Ta themi, apo jo, me këtë mesazh që lexove, është një mesazh i qartë. Të gjithë ish ambasadorët amerikanë që kanë shërbyer në Rumani, demokrat dhe konservator, dolën me një shëntrim publik, edhe pse Gjorgje Simion, pra kandidati i ekstremit të djathtë, pretendon që unë jam një mbështetës i MAGA, si pro-Trump, ultra-Trumpist e tjera, kjo gjë nuk hahet në Amerikë. Përveç kësaj, kandidati ekstremist javën e kaluar ka qenë në disa takime në media franceze, ku ishte në një media franceze, që media franceze aty ishte kundër Macronit. Dhe ai aty deklaroi që unë dua kulturën franceze, dua popullin francez, por nuk dua nuk pëlqej tendencat diktatoriale të presidentit Macron. Dhe ai po fliste aty në një media që ishte kundër Macronit, por gazetarët bën detyrën e tyre me profesionalizëm dhe mbështetën institucionit e presidentit Francës duke i thënë Gjorgje Simion që nuk është e vërtet. Në Franca nuk është në diktaturë. E kuptoj. Por Makis, vota e kuptoj, por ne kemi folur edhe bashkë gjatë ditës djeshme për votën e diasporës, dhe ka pasur një ndikim shumë të madh apo jo? Vota e diasporës ka pasur një ndikim shumë të madh. Madje vota e diasporës